Bisedum shumë gjana në këtë emision. Bisedum për fëmirin tonë, bisedum për karierën tonë, lidhshmërinë me babën. Po, pavarësisht që ti po dukesh në moshë shumë të re, ti je tani një gjyshe. Na tregoni pak a shumë si jeni si nanë edhe si gjyshe, sa jeni e përkushtuar tek familja, edhe sa keni kohë për familje. Qëre, une për familje jam shumë, edhe pse nuk e besoj shumica pa ata që mjuhin e din. Sidomos për shkak, unë kom jetë edhe vonë me karriere, me se nështë ako mujtë ma herët me fillu me shumë gjana, po për deri se i kom shkollu fëmijët, i më bo për vetë vetën, i më konë ofërtyve gjithmonë. Krejtë prej si ka në lindë, jo mirë shumë me fëmijë. Se me qënë se burë ka pa një restoran e ka, dhe ajo kanë të në kohën mëngjes mramje ka në shpe. Unë e krejtë kohën ja kom pushtu fëmijëve. 3 vajzat, i kom rrit, i kom shkollu, në për aktivitete, në për gjithë shka. Dhe më thonë, i krejtë kohën, qka kom pas ja kom pushtu atyve. Edhe ta është atë mundësin që e kam, si shkojnë shpe, nëse jam një javë ditë në shpe, në krejtë kohën jam me fëmijët e mi. Sidomos me mesën, tash më ka po dhe një javë vogël, mesën që 4 vite për 5 është, gjdo mundësi, gjdo minutë që kom pas mundësi, unë e më kona afërsajna. Edhe din ata që më shojnë në rrjetet sociale, që më ndjekin, e din raportet me mesën, apo që shika me fëmijët, se jam tepër e letë me fëmijët. Do shta kjo ka ndiku për shkak e lidhshmërisë tënde me babën, edhe ke desht atë energji me transmetu edhe të fëmija edhe të mbesa? Po, se unë jam konë shumë e letë me prind, me dëtë, po kupton, se di që shumë të thonë, jam konë për gjithë shka. Unë në kodë fundit, nana ka o konë smut një kodë gjatë, unë ma shumë kumë nejnë Kosovë se atje. E lash me punë, me gjithë shka, besa dhe thmin, o do fëmilanën, për me qëndru ofër nanës se me ndimu e ishë në për spitale, po për me ndimu. Po nana kur ndrëjet, ke qenë këtu? Jo, nuk kom qenë, unë e sa shkova, s'ka pas asë një javë, jo, për 5 dit, unë e shkova se misha me humanizëm. Edhe kisha për detyrë me shkovi ba do festa humanitare i bëjsha, bëjsha muzikë, i grumbullojsha atë hollat edhe i ndihmojsha njerëzve. Edhe i thash po shkoj, thash për një 4-5 dit, thash edhe këthena me njerë. Edhe më bëllë e poshtë më thamë mos shkoj, edhe nëse thash po, qysh me lanë, thash se qyrë i kam rastin, thash edhe me ndimu, thash se më duhen edhe që të parë për me ndimu. Tani tha okej, tha veç të jam gjanë qa, thash unë s'me ndësha e që s'u s'me me ndu, që ajo kom e vdek, apo këpëto, thesha jo, me se unë e vi, kjo është hala. Edhe ati që ka kom problemi, që as kom mujt me maj qatë fest, as kom mujt më kana për nanës. Që ajo është, edhe kjo është një pikë shumë e madhe për mu. Po i më qojë marrë me njëherë, na edhe kom falendrej një shoqi që më ka ndimu shumë, u ka me mua, ma ka nëzër biletën, mi ka bëti ishat gati. Ke qenë jashtë vendet? Po në Suedi më kana. Edhe kom ri, me po adin gjenazë, me varos kom ri, edhe me majtë panën e kështu. A për babën, as një hapë se me kom mirë kunë. 4 javë, kom nejqë aty, edhe 3 javë disa ka qëndru në hospital, që aty kom nejqë. Deri minutat fundit kër e kom marrë, ja kom plesu dëshirën e fundit, ka dash marrë në shpe me vdek. E kom marrë krejt me aparate, me mendim shpejt e kom pru në shpe, 1 orë 20 minuta ka jetu, edhe ka vdek. Ashtu ka kërku? Ashtu. Kërkej ke për çdo ditë, po ishtë te për në gjendje tran, edhe ishtë si pa vedije, ishtë me aparata, në ndyshe nuk mu i ke. Edhe po është që veç kur më ka kapë që shto ma bane edhe në shpe, dhe që. Po më ka thonë edhe që ato e po është që s'ka kur që. Veç ja kom bo vllaznive motra, shko në shpe, po një gati senet. Më thash e bi me ndim shpejta. Edhe thash mjekve,
Tha, kushton, tha ndihmë, thash më letë kushton sa do, thash dëshira ti, tha. Masi po thunë veç dorë Zotit, thash dorë Zotit është edhe në shtëpi. Edhe qashtu e ku morë, ma kam bogat edhe kom qenë në shtëpi. Kur ka shku në shtëpi, ka këqyni e kom qenë dhëmë vetë, thash ako mundësi edhe me qenë dhëmë vetë. Po e mundësun ata, e qenë dhëmë vetë, e përësita një shtratë, shtu si spitalit, e oksigenin, kritja bënëm gati. Edhe veç ka këqyni e ka bo, edhe thash atash që ku me të pru në shtëpi, më ka ka me të përqape. Edhe veç e ke largoja stokën dhe bëjke venin, u lot një herë, 1 orë 20 minuta dhe vdek në shtëpi. Cila ka qenë fjala e fundit, për herë të fundit që ke komuniku me ta, më thonë që ka qenë gjendje me folë? Dosti dostin se lem vetë, që atë fjallë më Ajo kalam. ka qenë. Edhe ato kom e bot tatu qëtu, që mes ku e kom edhe, këtu e kom emrin e ti, datën e lindjes, qëtu kom shkru krejta. Unë jam një tip, nashta di që këtë në gjyna e i kuptoj se në tatujat e mi qenë se dha ju konë hoqë, ju konë adin, por nuk në ka pengu. Baba e ki për veti, gjithmonë ka thonë. Edhe, e di krejtë edhe familja, shumica familjes të mja kundre këtyve gjona. E di nështë është dhe gjyna, krejtë i di. Po unë jam vetë vetja, unë gjdo dhim, gjdo sen që ka me shprejhe këto, më duke që është të ndimu. Apo këpton këto kur e shoh, më duke që ka malo për dore. Edhe qëto deri se e kom bo për nana, nuk u mujtë mu qëtësu. Nuk i di unë tash qatë dhimëtën, apo si gëzimin, si qëshka, jem të e shprejnë në trup. Po vetëm kam dëgju ata që fillojnë me bo tatuazhe, vazhdimisht ajo dëshira nuk jeket vazhdimisht, dhe më thënë gjithë trupin, derisa të përfshin krejt trupin me tatuazh. Mendon një gjatë tillë të vetja jote, apo edhe me atë shkrimin aty me përfundu? Nuk thëm që e përfundoj me këtë shkrimin, se kam tash edhe mesën tjetër, këto si njona, në kam shkuat tjetër, tash misët. Gjithë trupin do t'a bësh si shtyp ditor? Për nashta si dijet. Nuk thëm jo, as jo nuk thëm. Se nashta më vjen dita dhe i hiku krejt. Na jena njerëz, në unë jam ndru. Ashtë pak problem. Po tash ka ndalë mjetë që më shëllë me Ka ndalë, po mbetën shaj, mbetën momentin që është një tatuazh, tamam original. Po qëre, s'po di që më thonë, unë për thomë këto, nështë jam edhe gabim, po është mendimi jem. Unë e di që nëse gjykuën prej Zotit, nëse jena të këqi për Zotin, nëse shkojnë a rrugë Zotit, a jena gjykon. Po, unë mendoj që për Zotin është me e mira nëse ti 5 vakte i falë, edhe bon keq, edhe këqyr punë të huja, edhe bon gjithë shka, ajo nuk në gjihet. Sa tu shfalo? Të Zoti kime që shpirtën edhe zemrën. Se Zoti njëve nga ka falë, këtë me një zemrë të mirë, shpirt, unë e lutë nga të Zoti veç zemrën, që mos me ma prish. Mos më ka se une, nashta seher bëj diqka mundu nga minimum njerëzve, apo koptan. Tha më Zot, nashta jem gjuna me këtu, apo është dëshira jem, tha më Zot, që unë po du me bo diqka, edin, që me ma falë, apo koptan, një më një familje, apo një personi, apo diqka bëj. Tash, nuk e di, kur së kon atje me di do sene, unë me besoj Zotit shumë, po ju njerëzve. Apo këta thashe thoneve, atyve koronavirus, nuk... S'ju besoj. Se... A di për çfarë arsye? Unë i besoj Kuranit, me nëse e lexoj vetë. Nëse e lexoj vetë edhe du me ditë. Po e ke lexu Kuranin? Jo. A kam ndërmend me lexu? Po është problemi edhe që ka se unë pak ju mftov këtë aspekt, se po shoh shumë hoxhallar, apo njerë që po mire me këto punë, dalin edhe folin njoni të ndryshe, tjetëri të ndryshe. E mu që tu s'po du, unë nuk po du me një pikër, kujna unë nëse e marrë ko me lezu vetë, edhe du me di qdo sen, se qka u shkru në Kuran. Edhe ko me bo ato, edhe me dit... Prandaj, do është me lezu vetë edhe me dit thjesht fiks qka shkru në Kuran, jo qka thojnë... Qka thojnë tjerë? Gojdhonat e njerëzve. Normal. Se nëse këta po thojnë Kurani, është kështu.
nuk guxon foto, nuk guxon ato, hiq ato, është ka bet. Çdo hoq është rrite sociale. Çdo femër me shamia në për live në për TikTok. Foto, se ne postojnë. Ajo që ato janë në gjëna. Po edhe për tatu po thënë gjëna, po? Çka i bjen ajo? Si po në tatu, si to në rrjetë sociale, si kur ajo nëse Kurani nuk i lejon që ato, apo muslimanizmi, do me thonë, asnjë s'jena perfekta. Mendimi jem është kjo. Do të flasim pak për karrierën. Ëndra jote shumë vite ka qenë që t'jesh një DJ, biseduam edhe pak më herët për këtë çështje. Në Kosovë, fillimisht hapat e pari ke marrë në diasporë. Po. Cila ka qenë arsyeja që në Kosovë nuk ke mujt me fillu, nuk të kam përkra njerëzit, dush me pas njofshëm, nuk ke pas talent, cila ka qenë arsyeja? Këto... Edhe është diçka e mirë pas shumë vite, një ëndër e jo që është bërë realitet. Unë të thashe, unë vetë si merit kom punu. So unë kom cikë edhe në shumë emisione, që është thash kom fillu me kaseta, tani kur do lansoj di shkova, mora atë kompjuterën edhe ja nisa me CD-ja, vetë. Edhe vetë i kom mësu, atë një që është me mija që gjithë sen vetë e kom mësu. Asë në naj kors, asë nuk ju më shku, dikush më kazu vetë. Interesi e më kom vetë një mësu. Tani dullen USB-jat, tani fillova dhe me USB-ja. Kur ish një darsum, një fest, një diçka e merit, atë në gjithmonë one. Edhe une s'kum dosh ma erë për shkak se tash fëmin. Një heri kum drejtu fëmin, se s'kum dosh, une më mirë se kjo puna jem, kjo është në... Nuk më nështë me qëndru nga të familjes shumë, apo me rri fëmi. Nuk ka shanë, se i e për shamë mrami, atje këtje, është... Nuk më është milon të fëmin e vegjele, për shamë dhe veç me lëshu fëmit. Nuk jo, se për më ju në konë gjithë fëmija, edhe janë sot. E për që ata tani nuk u mujtën, fillova qështove, i kina pas një shoqate kema atje, që aty edhe më bëj shumë festa, muzika, që aty tani, që aty e shpresha krejt to, apo këpëtan muzika të gjanat, dikur e pash, tash, më theshin tani fillu me më thirë kështu, edhe fillova tani me punu, i bleva mjetët, me nisa mi mësu. Po tash sa vite jeni angazhuar jashtë mase, do me thonë në për ahingjet ndryshme, në për parti, në për dasma, sa po më nëshmi dalë pavarësisht moshës, ke një vullnet shumë të madhë, je shumë aktive në gjitha këto neja? Po, nuk e di, zë zotë një mënë dëshirem në shta që është e madhe dhe ajo që kom dasht e kom arrit. Edhe besoj që s'ko më nalë me qëto, kom e vazhdo alo matutje me shumë sene tjera. Më mendoj lidhje me muzikën. Nuk është e letë, se unë për shembull e din ata që shkojnë festa, vetë do të mi bajt ato boksat, ato që ka janë muzikës, vetë mi montu, vetë mi që montu, vetë mi shtin kerve, mi ik. Po ka që njerë që mi mojnë, aty ka njerë, gjithë janë tranë, edhe me majt ashtë natë mbrami vetë, plus asajnë ata shqekum që do të panin, pra më ndonë muzikën edhe të panin vetë, këtë mbrami me majt komplet vetë. Nuk është e letë edhe për moshën tem, po qaq vullneti madh, po edhe hobi jem, dëshira jem, që shtojnë. Nuk e di që kjo në... Besoj që një punë kur të bën me qef, pavarësisht pagesës, ti njihesh okej. Po edhe në këtë pjesë nuk është se është një pagesë e ullt. Jo, nuk është e ullt, mirë është, po unë thash të akum pas hobby, kom fillu si hobby. So në fillim veç humanitare kom ba. Së më shku me pagesa. Po tash kjo është puna jote profesionale që ti tani vetëm këtë punë. Po, tash veç me këtë punë jam për momentin, edhe jam eftume, kam punina shumë. Ki ma shumë mramje për tri apo ahingje familjare? Ku je ma shumë e angazhuar? Ahingje familjare. Unë thash, kom fillu pak të diskoteka, për nuk është më pëlqy, du me ndërprej, për shkak se nuk përgjej vetën aty edhe pagesa nuk është e mirë. Po. Apo këpëtana nuk ja vle me shku me nejt aty, e ma mirë që besoj ahingjet familjare ja vlejnë, po. Edhe besoj gjithë ata të cilët kanë fatin që të kanë pjesë një eventit, nuk do të shgënjehen mas pare si
me person që je një person shumë i veçantë, pastaj edhe punën që e bën për mrekulli, kështu që veç të dëshirojmë fat Faleminderit. edhe suksese në jetë. Kështu nëse s'ke diçka për fund, ne të përshëndesim edhe të falenderojmë për ardhjen tuaj në emisionin Rrëfim Jete. Fjalë nuk nalën kurrë, po na duhet me përfundu. Unë veç të falenderoj shumë për ftesën, edhe respekt, edhe shumë suksese. E dëshiroj. Kënaqësi që ishe pjesë e emisionit. Faleminderit gjithashtu. Faleminderit ty. Të dashur miq, këtu kemi ardhur në fund të emisionit Rrëfim Jete për sonte, duke shpresuar që keni kaluar çaste të këndshme. Ju vazhdoni të qëndroni edhe më tej në emisionin Rrëfim Jete. E krejt në fund i falenderojmë edhe sponsorit e këtij emisioni, duke filluar nga Midsident në Kaçanik, ordinanca stomatologjike me doktor Astrid Sokolin, gjithashtu Kan Dekor, e cila kompani është përkujdesur për rregullimin e skenës sonë. Unë ju përshëndes të gjithëve dhe ne shihemi në emisionet tona të radhës, në emisionin Rrëfim Jete. Natën e mirë dhe mirëmbëjtje.